Kur dal në skenë, unë? Kur dal në skenë, unë zakonisht mendoj mas pari, a u ardhen mami më pa. Edhe shkoj te perdja e ksyri, a është mami aty. Okej, pse? Nuk e di, e kam një farë ndjesie pa Po nëse nuk vjen? Vazhdon shfaqja njëjtë, po unë e mranda jam pak, e kam një minus. E ke një minus? Po, e kam një minus nëse mami nuk. Që për babin s'po thëmë. Faleminderit shumë, me meriton një duart rokitje, shumë interesant. Dashnia për mua është? Dashnia për mua është diçka që nuk bën nervoz. Në momentin që dashuria ja nis më ngrit zëri, kur ja nis më ngrit zëri, tani ngritet edhe dura resul. Si ja nis më ngrit sane, duhet më step up. Dhe më thonë, nervozën e ke një lloj... Ja, si ja nis më bën nervoz, nuk ka më dashni. Jo. Në momentin që ndjenja prodhon nervoz, s'ka lidhje me dashuri. Ti mund të rrajt vetën edhe atë çikën ose dyve bashkë që ju po duheni sa mirë po shkojnë, apo aty lidhje me dashni s'ka nëse i bërtit në njëri tjetrit. Domethënë ku ka ngritje zëri, ku ka nervoza, nuk ka dashni. Okej, faleminderit shumë. Një gabim që më ka mësuar jeta është? Një gabim që më ka mësuar jeta është mos më përzi në punën e huaj. Edhe... E ke po një gabim tillë, je përzi? Po, ju më përdi jo një herë, ju më përdi shumë herë, derisa ju mësu, derisa i kumë thonë vetës, ma ti kur... Mos u përzi. Kur njët nuk i nevojt e vetë Resulin. Resulja po do me të një mu diçka, jo më shku me një mu të Resulit se e do në Resulin, shkoj të një më jo e Resulja, po do me të një mu na i sanë. Me pyet mas pari, jo më përzi. Me pyet mas pari, jo më përzi. Se ne kena një farë ndjesie na shqiptarë, se keti na shqiptarë, kena një farë ndjesie me bu mirë, pa vetën, e më ka dalë një 3-4 herë më kam bu, po pse, o ma kollë, kur t'ka thonë. Aha, okej, kështu që mos më përzi. Edhe kom kriju fjalinë zanatit të huaj, puna marë thuaj. Edhe në gjirime përdurit, ashtë zanatit të huaj, puna marë thuaj. Perfekt, faleminderit shumë. Tradhti për mua nën kupton? Tradhti për mua nën kupton kur e tradhton familjen tënde. Kur ti e tradhton familjen tënde, kemi tradhtu dhe shokun, kur e tradhton shokun, kemi tradhtu dhe shtetin. Nëse e tradhton mamin edhe babin, ata gjithçka kanë dhënë për ty si fëmijë, ti tash je rrit, e keni status okej, të njohin njerëzit, i kirane, tash ti më shku mos me pas kohë me kalu me mamën dhe me babin tënd, me dy persona që kanë dhënë gjithçka për ty. Kur ti je konë një vogël, mund që kemë duket pak pa lidhje, unë vazhdoj akoma. S'po thëmë çdo mëngjes, po çdo 2-3 mëngjes dal pi kafe me mamën me babin, drekat, 80% i ha me mamin, 80% i ha drekat me mamin. Domethënë, kur ti e tradhton familjen tënde, kemi tradhtu të gjithkon. Faleminderit shumë. Kur kam nevojë për qetësi, shkoj? Kur kam nevojë për qetësi, shkoj në Bërnic. E kam do tokë në Bërnic, shkoj në Bërnic, edhe e lëshoj Four Seasons Vivaldit. Nuk e di pse më qetëson, nuk jam reper. Më ka lëshu babi kur jam qenë i vogël, më ka detyruar. Dhe një reper që dëgjon Vivaldin, 4 stinët. Po, 4 stinët e Vivaldit, nuk e di, më qetëson ajo. Nashta që ma ka shti babin në trupe kur im konë një vogël, por nuk e di e gjoj një faqësie. Një pyetje të fundit. Hajde. Nëse do të kisha mundësi t'i flisja vetës 10 vjetë më parë. 10 vjetë më parë. Do t'i thoja? 10 vjetë më parë, do t'i thoja Mustanin, nuk kanë me t'kuptu, po t'i vazhdo. Faleminderit shumë Alban.